Mbyllja e kadastrës së Vlorës duke nisur nga data 1 shkurt ka shkaktuar shqetësim të madh tek qytetarët, të cilët këtë të martë janë grumbulluar në masë përpara institucionit. Dhjetra qytetarë me dosje në duar presin prej vitesh një zgjidhje për problematikat e tyre të pronësisë, të cilat ende mbeten të pazgjidhura. Sipas tyre, zhvendosja e kadastrës nga Vlora drejt Tiranës do të sjellë vështirësi të shumta, si kostot shtesë financiare, humbje kohe dhe pamundësi reale për të ndjekur procedurat ligjore. Qytetarët shprehen se për shumë prej tyre, veçanërisht për të moshuarit dhe familjet me të ardhurat të ulta, udhëtimet e shpeshta drejt kryeqytetit janë praktikisht të pamundura. Ata theksojnë se çështjet e pronësisë janë zvarritur prej vitesh dhe mbyllja e institucionit në Vlorë vetëm sa do të përkeqësojë situatën, duke lënë pas zgjidhje dhjetra dosje të hapura. Qytetarët kërkojnë reflektim nga qeveria, si dhe ndërhyrje të menjëhershme për të gjetur një zgjidhje funksionale. Unë kam 20 vjet që kam bërë kërkesën në shtëpinë time. Kanë ardhur mirë 10 herë që i kanë matur. Para 3 muaj erdha, më tha mua ke gati tënë për ta firmosur. Vi asgjë. Tash kur të japin, ta japin. Po ma dhanë. E në tokën tonë. Mua, unë kam qenë në 2016 kam dokument qenë në Kuzbaba. Dërgo faturë, ashtu letra këta pagu faturat neve. Dhe edhe s'kam do një muaj që më kanë dërguar një përgjigje që janë në shkyrtim, po vete 10 vjet janë në shkyrtim, Çfarë bëhet këtu? Çfarë shkyrtimi bëhet këtu? Na një hetim botror bëhet këtu se kështu lokal hajde zgjidhet në më shpejt. Na vjen shumë keq, s'na japin një dokument shtëpie, nuk kemi asnjë dokument për shtëpi dhe çfarë do lëmë edhe fëmijët. Se po i lëmë branë këto gjëra, s'po zgjidhen dot neve. Pse keni arrestot nga Afrika? Urdo? Do largohet Tiranë kadastra. Po vajt një Tiranë u gropos në fare neve. Unë zete dot, jam i smur me zemrë, e kam valvullën këtu. Do vetën Tiranë, unë Tiranë se di fare, zyrat e Tiranës. Kur nuk na zgjidhen këta këtu që e njohim çik Vlorën, do vetën Tiranë, shumë keq. Unë kam bërë një ndërtim të ri, me leje ndërtimi me gjitha. I kam të gjitha dokumentat të kopësitura, të gjitha me certifikat që është bërë kolaudim i banesës dhe do merja certifikatën. Tash në fund fare më vjen një shkres që ka dalë një ligj i ri R9. Tash unë ç'a duhet jetë ky R9 se unë jam moshatare. Kërkoj këtu kam 6 muaj, kërkoj një juriste, nuk del një juriste të komunikoj me populli, të më sqaroj. Do iki në Tiranë. Kush do më vej mua në Tiranë, ne jemi moshatar. Ti dali për zot njërë, pak djem ka Vlora, ore. Se o ta e që Sokoli. A ishte alamet të djali, unë nuk e njo, po ishte alamet të djali. Na priste, na përcilte, po nuk na jep njëri një drejtim. Kjo le ndërtimin që ka bërë unë për 3 muajt, unë duhet kisha marrë certifikat prosie. 9 milion kam pagua vetëm le ndërtimi. Unë ta shiku do vete, një juriste të dilte të sjaronte, nuk të sjaroj në Erman, nuk të sjaroj. Pse ta qojnë Tiranë, të dali për zote, ka Vlora plot. Të dali për zote të hapen zyrat tu. Ai që e bën punën të ri, ai që se bën punën të iki. Qa do flas të keqe nëna, unë kam ardhur për certifikatën prosie, sepse i kam shtëpi të vjetra. Edhe i thash dhe asaj vajzës, më mori dokumentat, më tha për 2 javë do të marrë unë telefon. Më mori në telefon, as më mori unë se kam djerë, po që mora vesh në lajme, që do iki kadastra do vej në Tiranë. Unë nuk jam e afër në Tiranë sepse jam e sëmur me shkop në dorë. Ju lutem shumë, i bëj thirrje ati kryeministrit, ne kemi moshatar, po kërkojmë se kemi paguar gjitha ato leko birë. Edhe vjen puna, e kam djali me 5 fëmijë, veti 7, edhe do vi puna do bëj shtëpi, nuk ka shtëpi, ka të vjetra me kallëma, me balë. Të vinë t'i shikojnë vetë dhe të besojnë se unë kam quar ato fotografi që i kam filmuar. I bëjmë thirrje kryeministrit të na ndihmoj se jemi të braktisur, jemi në mes 4 rrugave. Nuk na zgjidh njeri. Vinë këtu jasi jemi gjithë moshatar me tension, jemi të smur jemi, mbyllet dera, jasi është e mbyllur dhe nuk hapet që të vemi të sqarohemi. Kam 15 vjet që kam bërë legalizimin, kam paguar lekët e asaj parcelës që kam ndërtuar shtëpinë dhe certifikata s'po më del atë kërkoj certifikatën. Tani do ikin në Tiranë. Kurse zgjidha këtu, unë as Tiranë nuk e zgjidh dot. Ne duhet vemi pastaj të bëjmë protest te kryeministria. Po prap, edhe atje s'besoj që zgjidhen gjë. Ne nuk vemi dot në Tiranë, ne vlonjatës vemi dot, s'arrisim dot në Tiranë, ne jemi të smur, ne nuk ecim dot një kilometër, jo të ecim me kilometrat të radhë vemi në Tiranë.
Jemi shumë të smur. Çdo ditë në dyert e kadastrës së Vlorës paraqiten 10 qytetar, të cilët kërkojnë të zgjidhin problematika të shumta që lidhen me çështjet e pronësisë. Ata shprehen se zhvendosja e kadastrës në kryeqytet do ta bëjë edhe më të vështirë ndjekjen e procedurave, veçanërisht për qytetarët e moshuar apo ata që nuk kanë mundësi financiare për të udhëtuar vazhdimisht drejt Tiranës. Qytetarët i bëjnë thirrje kryeministrit Edi Rama, si dhe institucioneve përgjegjëse, që të rishikojnë vendimin dhe të marrin masa konkrete për garantimin e shërbimeve të kadastrës, duke theksuar se e drejta e pronës nuk duhet të mbetet peng i distancës apo burokracive.